Rikthyer bashkë në studio e sot vëmendja jonë më e madhe është Grammy Awards 2026, mbrëmja më e madhe e muzikës botërore. Ku shkëlqeu në tapetin e Kuq, e gjithashtu dhe performancat që kanë lënë gjurmë dhe artistët që dominuan këtë edicion. Krejt këto kemi me diskutu bashkë me gazetaren e televizionit të shtatë dhe të #gjesit Aurora Sallahun. Mirëmëngjes Aurora. Mirëmëngjes Gjelin. Mirë se je dhe. Faleminderit, mirë se gjeta, kështu kaq herët. Faleminderit. Të nisë me thonë me një temë këgja aktuale këtë vikend. Po bre, bashkë mbrëmja e një shkurtit kanë Grammy, kanë qenë live. Ka nisë më borë, po më doke kështu. Sot ditëlindja jam, Aurorë. Urime ditëlindja. Faleminderit. Që shke qenë këto ditë në vikend? Mirë, u konë shumë ftoftë, kështu që... Kena jetë mrena, ma shumë. Kena jetë mrena, ma shumë e kena shiu këtë borën. E fundit e shola, për këtë dimër. Nuk e dihet. Ka një herë që shtot edhe mendimi, ose që shtojmë na që shku në plakat ma vonë. Inshallah jo, ka morë se kaprile. Aurorë, për ndryshe, djemë me një shkurt ka qenë edhe Grammy Awards 2026, ku kanë qenë disa nga performancat shumë të mira dhe gjithashtu janë do çmime. Po dalime mas pare te albumi vitit që ka fitu Bad Bunny. Po, albumi që po më duket është i vetmi që është fitu ndonjëherë me një album keqësisht spanjisht. Domethënë, ka dalë kështu për ati ritmit gjuhës angleze, domethënë ka marrë një çmim edhe që u kon goxha një detaj i interesant për këtë njerëz, edhe që faktikisht kanë qenë reagimet më pozitive për këtë fansave të Bad Bunny, pasi që e kanë prit ndoshta me shumë qef edhe që ka edhe prej tyre që se kanë prit, megjithatë është diçka shumë e merituar nga ana e tij, edhe që gjithmonë ka reagime, tash normal. Po, ama këtë rast ka pas më shumë, domethënë ka domenu pozitive apo tek Bad Bunny. Të e ditë që ka fitu ndoshta për herë të parë, dikush që nuk ka kënu anglisht, dhe ka kënu një gjuhë krejt. Këtë albumi ka qenë spanjisht dhe ka qenë një detaj që e ka bërë nështë edhe albumin ma të mirë. Ka të rekord albumit i ka qenë shumë i shikum, edhe... Spanjollisht, ja kështu është gjua e dytë në Amerikë, ma e dëgjumja dhe mu me thonë që folin mas shumë, të edhe dim që shumë nga popullsia e Spanjës, spanjoll, për shambull, jetojnë në Amerikë. E gjithashtu, nështë kjo dhe e bënë që muzika latine me qenë kështu shumë e mire dhe dëgjume. Edhe na bilen këtë sot pak e përzim latinën me shqip. Në mas të trendet e fundit në TikTok ashtu i kishojmë qikat ma shumë të edosht dhe adhuru këtë muzikën latine dhe që ashtu e kombinojnë me çdo detaj në videot e tyne. Dhe më thonë është bëtë randin këtë botën, jo veç në Amerikë. Po i përmendim njëre fituesit kryesor që kanë qenë të kësaj natë. Dhe më ka qenë Bad Bunny me albumin e vitit, pastaj Record of the Year, ka qenë Luther, Kendrick Lamar edhe SZA. Edhe pastaj kënga e vitit që është gjedhë, apo Song of the Year, White Flower e Billie Eilish, dhe New Artist, Best New Artist, apo artisti më i ri, Olivia Dean. Këta janë fituesit kryesor të Grammy Awards, po përveç këtyre ka pas edhe rikthime në Grammy. Justin Bieber është rikthy pas 4 vite pauzë. 4 vite, a? Po, 4 vite s'ka qenë pjesë e Grammy. Edhe është rikthy kështu me një performance live, ka qenë ftuar me performu live, edhe që njerëzit e kanë pritur shumë mirë. Po ashtu një detaj që Justin Bieber, do me thonë, është përflit shumë kohëve të fundit, ka pas shumë aludime që ajo është ndo, me Hailey Bieber edhe pikit aludime, ma nuk ka pas paraqitje të ti në publik bashkë me Hailey, edhe kështu për me dëshmu që nuk janë ndo, herën e parë, kanë dalë në paraqitje publike, do me thonë, pikrish në Grammy. Sa mirë kështu kur s'foljen heq, nuk ju kthejmë përgjigje, okej, letë fjasin, në fund vish paraqitëm bashkë. Që kjo është më duket ajo arsyeja që bëjmë bu ma shumë portalet, momentin që nuk ka reagime heq, gjejnë shkas për me vazhdu aludimet. Po për ndryshe për duke shumë bukër, e pas kanë gjithë të dytë me të zezë, po kështu klasë, që di që Hailey cilësosin një qik eleganta, e pas ka këthy edhe Justin. Garant Hailey ka vesh Justinin. Sigurt Hailey ka vesh. Po për ndryshe Justini nuk është që fitoj diçka në një jo, ka qeni nominuar në 4 detajet ti, por nuk kam mujtë me situacionin, me gjithat për të ka qeni shtys shumë e madhe, performimi live, tesa për performim live, kështu është rikëthy bukur në Grammy. Edhe që fansat e kam prit me një
ka pas për tynëve që kam pritë shumë e fitu të pak të ndiqka, po e kam pritë shumë mirë për performancën që kam parë. Okej, po për ndryshe në Grammy shohim edhe veshje shumë unike, shumë bukra prej artistëve që shkëlqejnë në tapetin e Kuq. Po besoj që edhe shumë prej tyre... Edhe shumë prej tyre e këshyrin edhe për qatë detaj. Po, edhe për veshje, komentohen bile shumë. Është pikërisht si një panel me dojnë edhe me të regu ashtu veshjen ma interesante, ma shtrejtën, ma unike, që ka marrë ma shumë t'i vëmendje. Po edhe këtu është shumë mirë për stilistas, edhe stilistat përmendën. Për shembull, ndonjë artist kushdo që paraqitet me një fustan apo një veshje të ndaj dizajneri, kjo është shumë e mirë për ta, se aty përmendet pastaj se nga kush është vesh, po, çka ka vesh. I kemi edhe dy prej artistëve atje që janë vesh nga stilisti jonë shqiptar, Valdrin Sahite, edhe që është në gëgjani krenari e bukur, kështu. Marri deri në Grammy, kështu që... Kush është vesh nga vetëm Sahite? Kemi Kelonin edhe Ari Lennox, do më thënë të dyja janë stilu, kështu kompletësisht nga Valdrin Sahite, edhe që dyja normalisht kanë marrë vëmendje shumë edhe janë dukë shumë interesant mas pari edhe mandej edhe shumë bukur. Po që po i shohim edhe fotografit me një fustan të zi që pas ka zgjedhur këtu te koltea, po i më thonë të hapur, e që i pas ka zbulu edhe tatujat, e që e din që Kelani i ka shumë tatuja, e që nuk i pas kam shef kësa herë, po, edhe fustani zi, bukur, elegante, me flokt dredhat, soja, dzeza, nuk është që pas ka po diçka shumë ndryshem. Jo, nuk është nashta diçka shumë mega interesante, nuk është fol Valdrinit, se na dina që Valdrinit din me bërë sa një interesante, për nashta është zgjedhja aty në me konë ma thjesht, ma unike. Me gjithat fustona shumë elegant, edhe veshje shumë bukra. Po, veshje shumë bukra, fustona elegante, gjithashtu edhe çmime, disa fitues tjerë, për shembull që mundem me i përmend, Best Pop Vocal Album e ka fitu Lady Gaga, pastaj Best Rap Album e ka fitu Kendrick Lamar, edhe pastaj Best Musical Urban Album ka fitu Bad Bunny, edhe një çmim tjetër. Pastaj ka edhe çmime të tjera, Best R&B Album Leon Thomas, pastaj Best Pop Duo Group Performance ka fitu Ariana Grande bashkë me Cynthia Erivo. Best Rock Album, Never Enough, nga Tonsitel, edhe Best African Music Performance, e ka fitu Tyla. Tyla është një prej këngëtarëve që... është konë këgja virale, nështë 2 vitet e fundit, edhe që ka marrë vëmendje edhe kjo. Ka marrë vëmendje shumë të madhe, sidomos me këngët e soja dhe performansat e soja, e që për cilësohet se po mundohet me qenë një Rihanna e re. Kështu e kanë cilësu edhe e kanë komentu në për rrjetet sociale, që po mundohet me pru një frym të Rihannas. Dushta kjo mundet edhe me qenë, se Rihanna nuk ka bo që një 10 vjetë album, po se po bash anti-albumi i saj i kështë bërë 10 vite që është publiku e që nuk sjellë më në album. Po është pak vibe Rihannas me po kështu në... Po, një farë Rihanna e re, ta aman kur ka startu dhe jo. Shumë një vlerë me cek që me skrejt këty në qmive, po më do këtë kryeson, ju po më do këtë po faktikisht kryeson Bad Bunny, të e fitu kështë i gjëzimin e vitet, albumin e vitet, të qmive ka gja kryesora, edhe që po pekit artistav ajo shprit mas shumë të pozitivisht nga krejt fanca, kanë krejt publiku, a më një detaj këtë vetë, zakonisht gjithmonë ka aludime se ngrami prej fanca, pe i publiku të thjesht, gjithë ka aludime se ngrami ka kështë e këshyri nga audienca, kush po menojnë që fitojnë ma shumë, ju faktikisht kush ka qenë artist i plot, për me fitu gjithë janë ato aludimet, e këtë vetë ja u kanë dëshmu këtë këndërtën, se i ka një hapësirë shumë trenjve, do më thënë ka pas shmimi që kam fitu shumë trenj, do më thënë këngëtarë trenj që i kam promovu, këngët e tyne edhe që faktikisht kam fitu shmime gogja kryesora, njona për ty nëvë, për me dëshmu këtë fakt, është Olivia Den, do më thënë, kjo ka qenë një këngëtare shumë e re, që e ka pru një frym shumë të re, ka të tregu një tekst tjetë saj edhe diçka shumë e bukur, që o ka dëshmu këtë njerëzë që fitohen edhe nga njerëz të ri, vetëm talente normal. Në kategorinë Best New Artist, do më tek artistja më e re, për ndryshe edhe Tylën, për e shohim që ka qenë e veshur, që është duk në Grammy Awards 2026, dhe pas ka pas një fustan, nuk për e shohim komplet foton që ka qenë, se qenë ka pak ma ofër, po s'ka lidhje, më rënësi për duket një fustan
i bukur, qysh edhe paraqitet tajla, gjithmonë ka qenë duket sparkling kështu me pas diçka. Gjithë ka qenë kështu ngjyrat e tokës me i pas. Domethënë ka të paraqitje tjera ku është duke ashtu me rëre sana. Domethënë që e ka që të paraqitjen me ngjyrën e njeriut. Ma shumë. Kryesor me çto. Po është një ndër artistët që është vesh interesant, i kena edhe të tjera që janë Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Tyla, Chappell Roan. Këto do më thonë kanë dominu pak ma shumë që kanë ngri syrin e publikut e kanë marrë vëmendjen kështë përmes veshjeve të tyne. Po, për ndryshe në mbrëmjen e djeshme që atë një shkurtit që Lady Gaga për shojmë fotografinë e soj, që pas ka qenë e veshur e Lady Gaga e pas ka gjenë ngjyrën e zezë të fustonit me u paraqit. Gjitha me pendla kështu nga... Aha, po, si zëg i lirë, së më duke dhe Lady Gaga. Ko qaf me... Edhe e ka po këtë kontrastin sa jo është dhe më thonë e me flokët me vetla të bardha, kështu që ko qa një kontrast. Heidi Klum, po e shojmë paraqitjen e saj në Grammy Awards, e që është një fustan, mu i me thonë pol, i ngusht. I ngurt. Aha, edhe qysh po duke që po më duke bëllë fështitër pas ka pas me lëviz. Me rëndësi, vëmendja që e ka marë, ka bo buj, kështu që bukuria dhëmbë. Po për ndryshe është një prej paraqitjeve ma unike në historitë saj, dhe pse e dim që Heidi i ka veshjet shumë bukra, edhe paraqitjen e saj ka shumë bukur, po edhe këto është cilësu si një prej paraqitjeve ma të veçanta. Megjithatë ka kombinu, do më thonë, vetëm fustoni në kohë goxha unik, me toka thjeshta, me flok thjeshta, me grim thjesht, është kit natyrale, edhe ka marrë vëmendjen e duhur, edhe përmes naturalitetit saj veç me fustonin. Pas një aksesor, do më thonë. Okej, edhe kjo veshje ka marrë shumë vëmendje. Për ndryshe me flok të kuqe, dridha, një fustan të kuq që ka vendos me ardhë. Me u varë, kështë si i varër fustane. Po, si i varër. Nese, kuqja shumë gudzem, do më thonë, i pas ka besu shumë fustane të soj. Fix, këko kalje maj parahat shumë. Po, bash. Edhe këto flokë që ashtu në prolla, fairy tales, shumë kohë ma heret që shika në bajt, pikërisht që kjo ngjyrë, se ngjyra kuqe është shumë virale edhe tash, po më duket gjithë ka me konë, a jo çaj nuancë. Miley Cyrus, po e shohim një fotografi të saj që pas ka vendosur si motoriste, po duket. Po, bash, si motoriste, pas ka vendosur me me një jakne të lëkurës, me një këmishë të bardhë, jo diçka shumë glamuroze, me syza të zeza. Me ka çpak, do me thonë ka inat listën e veshjeve më interesante, edhe që ka marrë vëmendjen. Edhe kjo kështu te koka, është e thjeshtë, do më thonë edhe flokët, edhe këtë është një parë syza i pas kanë gjitë. Po. Ato dorëza grimi po duket i thjeshtë. Si kanë gjitë që ato dorëza të shte që to. Zakonisht e mësumi pa piknej deri knej. Për stel po besoj i ka qitë krejt. Okej, Billie Eilish. E njojmë edhe Billin për stilin e saj të veçantë. Të rehat shumë që e ka. Po më duket stil ma të rehat shumë. Më duket është prej artisteve që nuk zhveshet asnjëherë, nuk është që shohim. Do më thonë merë vëmendjen e duhur, pikërisht pas zbulu asnjë pjesë të trupit, edhe që është gjithmonë unike. Edhe me këtë, veç sytë e saj, flasim vetë. Ka sy shumë. Sytë e kaltër, që i qatë gjithmonë pam duke të rënes grimin. Ja kam su taktikat. Po, flokët e zeza, me flokë ka qaf me eksperimentu, kësa here i pas ka majtë zeza. Flokët e gjallë dhe ta që i ka posë, ashtë e mojnë anë menë, po më duket krejt Billie Eilish. Edhe... Për ndryshe veshjen pas ka zgjedh me ardhë me një kravat, këmish, setër për mi, me thonë si një setër që për duket apo jakne. Po, ajo kravata. Bardë dhe ze. I pas ta kombinu në gjyrat e bukra, okej, bardë dhe ze, tamën elegante. Billie që nuk zhgënjen as njëherë dhe komentohet gjithmonë. Për ndryshe se dja kemi ma fotografi, okej, Rosé, për shojnë veshjen e saj, edhe kjo pas ka vendosur marrë me një fustan të zdi me të bardh. I shkurt, po që po vjen më dhe me qenë pak me disa zgjatje. Këtë edicion 68 të Grammy, po më do këtë nuk ka ashtë bash asi qika që kanë
bo boom me naj veshjet tepër ekstravagante. Dhe më thonë që u kënë shumë i rëndum. Po më duket pas kanë shku kështë zhargon ma shumë tek e Bardha Aziza, e kanë marrë vëmendjen prap se prap, se tash ka ardhur dhe kjo koha e elegancës, e stileve interesante, ama jo deri në atë mos t'jashtë zakonshme që kanë qenë viteve të kalume, edhe që kanë dominu në është ta, ma shumë se këtë vit. Këtë vit i kanë kushtu rëndësi ma shumë qmime, po më duket. Në është auror pëse s'ka marrë pjesë Rihanna, se po pëse Rihanna s'ka marrë pjesë se s'ko komentu heq, po. Që ata mu janë më thonë që Rihanna është pasëve në cushme. Rihanna gjithmonë e sjell trendin me veshje, se mos në për tapetet e kuqe dhe në ngjarje të rëndësishme. Pikërisht Grammy është një ndër ngjarje shumë të rëndësishme që mund me sjell trendin krejt botën, e që faktikisht këtë vet pas ka qenë diçka më e thjeshtë, më elegante, nashta që trend pe bin se kena nevojë. Kena nevojë për këtë thjeshtësinë. Po, nuk është që po thotë nuk është që ka bobume, nuk është që ka dominu dikush kështu me veshje. Ose me veshje ekstravagante, shumë e gjatë, apo që e ka marrë hapësirën e duhur në tapetën e kuq, jo. Nuk di a kena luan për me ndaj fitus tjetër. Okej, Best Music Video, nuk e pas me përmend, që ka fitu Doeqi, edhe Pharrell Williams ka fitu një çmim me Dr. Dre Global Impact Award. Këtu janë disa nga çmimet kryesore që i ka fitu artistët në ceremoninë e 68 të Grammy Awards 2026. E gjithashtu, edhe veshjet që i komentu në tapetin e kuq, që kanë bërë buj gjithmonë, si kur gjithmonë në tapetin e kuq që bëjnë buj. Vlen cekët që kam bizotru të më thëmë vëmendja ma e madhe, kanë qenë Bad Bunny, edhe Justin Bieber, i këthimi ti në Grammy. Edhe pse kam prit njerëz të paktën me një fitem, një çmim, këtë rikthimin mas 4 viteve pa uzë në Grammy, po edhe paracitja me ele. Se harova. Po, okej. Për ndryshë është komentu edhe Sabrina Carpenter, që po dalë. Edhe me fustanin e soj. Si nusen. Pas ka vendosë marrë një fustan jo zez, jo në gjyrë zez. As me kom vindu me diçka zez të bardhën. Po, bash. Kështu ketë kristale po do këtë. Fustanin e ka Chanel, edhe që ka pas të ludime që ka kushtu baja shumë fustani, soj diri 100.000 euro. Apo dolar. Po, zakonisht kështu në Grammy nuk qesin çmime definita. Po, po. Definitive. Po, definitive, nuk qesin. Do më thonë çmime zyrtare, se këtë janë të bëma ashtu ekstra për atë person, ama thuhet po që ka kushtu dikon 100.000 euro. Do më thonë veshja ma shtrajt këtë vetë. Po. 100.000 euro për një paraqitje. Apo duket që ki fustan për çato para? Mos më vetë, mëse jo. O të vetë, se pi komentoj. Këtu i hikështu me adet Kosovës. E shojmë nuse, se unë e tash po foli për nuse, se po mdo këtë pak kështu si fustani nuse. I nësrisa, po. Po, kështu kur te prejnë tortën. Po. Edhe që kemi fusojna halë ma ekstravagant, jo në qmime ma të vërjetshme. Po. Amo po, nëse... Lutëm, Chanel e koa me kja që do më që koa me Chanel. Një mojë gëgja elegante. Për ndryshe Sabrina, po duket bukur. Po hajtë që qajmë për këto 100.000 euro. Po jo, ku që hetë vëlla. Që nuk jeton Kosovë. Nese, po duket bukur, fluk bjondet saj, pas ka vendus me i ka pak, me i djonë të përparat të shuta. Po duket pak si princesh, pak jo po shumë. Edhe grimi i let, ashtu vish me blush pink, e ly me boost dhe shumë pakës make-upin, jo grim të rangë, kështu që që dime dhe vjetë botërore që nuk është që bojnë shumë grime të randa në për këto evente, kështu që po i shkën kjo look shumë. Shumë. Edhe vlenë cekët, se me mojnë një shambull, nashta po hinë trenda e këtë grimi elegant, edhe të na, dhe me thënë sa minimaliste, jënë paraqitjet e fustonet janë shumë ekstravagant, shtu në programin, edhe paraqitjet tjera, botërora, të yjeve botëror, ama grimet gjithmonë i kanë minimaliste, thojnë ti kanë minimaliste, janë kështu gëgja natyrale, shumica atyre, edhe që reflektojnë shumë një bukuri natyrore të femnës që din me pas, edhe isholla hin trend që kjo. Po, me hin trend të na, se të na pak po komplikohen, po. Dhe munden me tregu që këtu dolim para syrit krejt botës, edhe nuk e kanë asni kompleks. Ka që më duk ma shumë interesante se sa të rame kështu në baza natyrale të trupit edhe të ftyrës.
Okej, këto edhe kem fotografit krejt, po më duket që i komentum të Grammy Awards 2026, ceremonisë 68, për ma shumë detaje, na gjithë qyshe garant kemi me bodhëm dhe të vazhdem materialet showbizit ndërkombëtar të fituesve edhe kush e ka marrë vëmendjen tjetër në tapetin e Vazhdojmë kujt. të alëdimet e Grammyt, një muje ma shumë. Garant ko me vazhdo të jo, Është veç dita pare dyta të me thonë, bash. që veç kanë fillu. Bile në Amerikë, halja nuk u kry Po, dita e Grammyt. ale është një shkurt. Bash. Faleminderit Auroshëm që erdhe sot në studio dhe i komentum paka shumë bashk Grammy Awards. Faleminderit edhe ty. Shiheme. Urime ditëlindje. Faleminderit edhe një.